Gjeneta Fetahu pranon publikisht. Bluza në klip ishte e gjestit. Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Gjeneta Fetahu, ka ndezur rrjetet me paraqitjen e saj të fundit në videoklipin e këngës nga Adri dhe Iliriana. Në disa skena prekse të klipit, Gjeneta shihet duke përqafuar një bluzë ndërsa shpërthen në lot, një moment që u bë menjëherë viral në rrjetet sociale. Pas publikimit, ndjekësit nisën të hamendësojnë për domethënien e këtij detaji. Shumë prej tyre dyshuan se bluza që mbante në duar i përkiste gjestit. Ish partnerit të saj nga periudha në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, dhe duket se fansat kishin të drejtë. Përmes një transmetimi live në TikTok, Gjeneta vendosi t'i jap fund misterit, duke konfirmuar vetë. Po, ishte bluza e tij, u shpreh ajo hapur. Ky detaj e ktheu menjëherë klipin në një nga më të komentuarat të javës, ndërsa shumë e kanë cilësuar si një moment emocional dhe reflektues për Gjenetën, e cila duket se ende ruan kujtime të forta nga përvoja e saj në Big Brother VIP Kosova.